E falenderojmë Allahun me falenderimet më të plota, me falenderimet më të sinqerta, ashtu siç meriton madhështia e Zotit falenderohet, o Zot, ty të qofshim falja Allah, për mirësitë e begatit që falë adhurove. Lutemi o Zot, shtoje mirësinë edhe begatinë tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Allah, ty të lutem, ja Rabbi, drejtoj zemrat edhe mendjet edhe shpirtrat tanë për tek më e mira në rrugën tënde, ja Allah, ti je udhëzuesi dhe orientuesi. Atë që ti je udhëzove në rrugën e drejtë, subhanallahu il-azim, kush mund ta devijojë nga udhëzimi jot, askush o Zot. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti. Është vetëm Zoti i qejve dhe i tokës, Zoti i faljes dhe i mëshirës, Zoti i furnizimit dhe i mirësisë, Allahu xhaleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona, atij familjes tij, shokëve tij, Allah fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët e mirë. Sot me lejnë Allahu xhaleshanu ndalemi me një ngjarje të thjeshtë për shumë të bukur, që ka ndodhur në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Ngjarje të cilat ndodhin në momente shumë të rëndësishme dhe patjetër mesazhet që jepen në ato momente kanë tepër rëndësi dhe kanë shumë kuptim. Në momentin kur profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, largohet nga Mekja, i detyruar me shpresën se Allahu xhaleshanu do t'i hapi hapësira në vend tjetër pa në Medinën e ndriçuar, aty ku do shkonte profeti alayhi salatu wassalam. I detyruar del nga Mekja, fshehur razi, sepse ishin ngushtuar dhe ishin mbyllur të gjitha shtigjet. Dhe duke u larguar kthehet për nga Mekja dhe thot, siç transmetohet në hadithin e Abdullah ibn Abbasit, Allahumma anta ahabbul biladi ila Allah. O Zoti im, thot, ti e dim që ky vend është vendi më i dashur tek ti. Është vendi më i dashur edhe në zemrën time, i fliste Mekës pra nga dashuria, vendlindja e tij që po e lete për hatër të Zotit xhaleshanu. Sepse ashtu erdhën rrethanat në rrugë të Zotit. Dhe i thot, je vendi më i dashur në zemrën time, e sikur populli yt të mos më detyronin që të dal, ti pasha Allah, unë kur nuk dilja nga Mekja, thot. Subhanallah. E nisët rrugët për Medinë, Allahu xhaleshanu që suportonte me shenja të qarta për kujdesjen e tij hyjnore për profetin alayhi salatu wassalam, momentin që ishin në shpellë me Ebu Bekrin. Çuditet Ebu Bekri me mirësinë e Allahut dhe i thotë, o i dërguari i Allahut, sikur ata, thot, mushrikët që e gjemonin nga pas sepse doshin me shfaros nga faqja e dheut. Donin ta mbyllnin këtë punë një herë mirë, dritën e Allahut me fik një herë mirë, thanë po të vrasim Muhamedin, mbyllet kjo punë dhe mbyllet ky kapitull një herë mirë, madje vune edhe çmim shumë të madh për kokën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Çmim i pa parë ndonjëherë në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe Ebu Bekri thotë, o i dërguari i Allahut, ishin këtu pranë nesh, se ishte një shpellë e vogël, kur tregohet për shpellën Hira, mendojnë njerëzit se hyn këtu edhe del 50 metra më tutje. Nuk është kështu, ishte një shpellë e vogël, si zgavër e vogël. E thotë, o i dërguari i Allahut, thotë, sikur dikush prej tyre shikimin ta hitet e këmbët e veta do na kishte vënë re neve, do na pikastena. E profeti alayhi salatu wassalam i qeti, thotë, ja Ebu Bekër, thotë, o Ebu Bekër, thotë, ma dhannuka bithnejni Allahu thalithuhuma. Çfarë mendimi ke për dy vetë, i treti i cilëve është Allahu xhaleshanu? Duke i treguar që neve kemi ndërmarrë një rrugë që duket e vështirë, por Zotin e kemi me vete, se jemi me drejtën, po e bëjmë për hatër të Zotit këtë që po bëjmë, është sakrificë e madhe. E ndërsa ecin rrugës dhe marrin një rrugën normale që shkonin njerëzit edhe karavanet Mekke Medine, Suraka ibn Malik, që ishte një nga gjuetarët e shkretirës, që ishte nga njerëzit më të rrezikshëm, e kishte menduar që mundet që të kishin bërë edhe këtë itinerar. Dhe me të vërtet bie në gjurmët e profetit alayhi salatu wassalam, dhe kur i shikon të dy bashkë me Ebu Bekrin vërsulet me kalin e tij, që domethënë i hutuar dhe i rrëmbyer nga çmimi për të fituar çmimin, që t'i bënte dëm Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.
E Allahu Gjeleshanu më shumë se një herë zhyt kalin e Surakës dhe e blokon që të heci, deri sa u bind Suraka se ai kishte mbrojtjen e Zotit dhe ishte diçka tjetër, nuk ishte njeri normal si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe pastaj i kërkon profetit alayhi salatu selam, vetëm më çliro, thot, nga ky siklet ku jam, se e pa edhe vetë që po ndodhet diçka që nuk kishte ndodhur më parë ndonjëherë, ku nuk kishte udhëtuar ai nëpër shkretira natën edhe ditën, nëpër kodrat e shkretirave, nëpër luginat e shkretirave, nuk kishte parë ndonjëherë ndodhte diçka e tillë dhe kuptoi që kjo s'ishte gjë normale, nuk ndodhi një herë, ndodhi 2-3 herë. E kur i vjen profetit alayhi salatu selam pranë, i thotë i dërguari i Allahut, o Suraka, i thot, si me ndonë ti thot, nesër thot, kur Zoti Xheleshanu mu të mjapi sukses, e ty të dorëzohen thot, thesaret thot, e perandërisë e Persëve dhe Romakëve. Ndërsa Suraka, i cili me ndonë të thot, këto dy veta me zi po hikin duke qef me shpëtu nga dikush që do t'i vrasi, e ky thot në flet mu thot për pasuritë dhe për thesaret e Persisë dhe të Romës, dy superfuqitë e kohës që kanë qenë. Dhe me të vërtet ndodhi në kohën e Omerit. Kur Suraka ishte në ushtrinë e Omerit dhe i japin diçka nga pasuritë e Persisë, subhanallah, e perandorit pers, fillon të qaj Suraka, qanë me të madhe kur shikon pra thesaret personale të perandorit pers në durët e veta, se i kujtohet thënia e profetit alayhi salatu selam ditën që nuk ishte besimtar. Dhe i thotë Omeri, çfarë ke? Thotë, kështu thotë më ka ndodhur atëherë, thotë kur përndiqja Muhammed Mustafa alayhi salatu selam. E Allahu Xheleshanu i jep të shenja Muhammed Mustafa alayhi salatu selam për suportin. O vëllezër, me të vërtetë jemi ne me të vërtetë, me të vërtetë ne besojmë Allahun Xheleshanu. Kjo është e vërteta më e madhe, e pa diskutueshme absolute. Po mos mendoni se ai që beson Allahun Xheleshanu nuk ka sprova në jetë. Mos mendoni se ai që beson Allahun nuk ka sfida në jetë. Mos mendoni se ai që beson Allahun Xheleshanu vetëm e ka fush me lule. Këtu nuk është xhenet, këtu është dynja. Këtu është i miri, këtu është edhe i keqi. Këtu është pozitivi, këtu është edhe negativi. Dhe gjithë secili prej nesh provohet në këtë jetë që të vërtetojnë me vepra atë që e thot me gojë se don Allahun me shpirt, edhe se don profetin alayhi salatu selam, me veprat e tij ta vërtetojnë. Pra nëse tjerët anojnë të e keqja, ti mundohu të rishke e mira. Nëse tjerët të thërrasin për të e keqja, ti mos shko thiri për të e ke mira me lejnë Allahu Xheleshanu. E kur po vjen profeti alayhi salatu selam për Medinë, banorët e Medinës ku Islami kishte depërtuar dhe me zi po e prisnin profetin alayhi salatu selam. Imagjino disa e përzinin, ndërsa disa me zi e prisnin që të vite drita e dërguar mbar njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu selam. Kishte edhe për njerëzve që kishin dalë në Medinë që nuk ishin bërë musliman. Dhe njëri prej tyre është ai që po na tregon historinë Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam, një nga shokët e profetit alayhi salam më pas. Ishte nga njerëzit e dinjshëm që dinte nga librat e mëparshëm, nga dija e fesë hebraike. Kishte lexuar aq shumë dhe kishte mësuar aq shumë dhe e prisnin profetin e fundit, e kishin të shkruar në Teurat dhe në Injil dhe në Ungjil, domethënë në Injil, e kishin të shkruar aty dhe mezi prisë që të shifta i ka shenjat që i ka dhënë Zoti Xhelle Xhelalu. Si thot Allahu Xheleshanu në Kur'an, jo një vend, dy vende. Alladhina atainahumul kitabe ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ata cilët neve i shpallëm librin më parë, pra krishterët dhe çifutët, janë të qartë për Muhammed Mustafa alayhi salatu selam dhe e njohin sipas shenjave që i ka dhënë Zoti në libër për profetin e fundit, siç njohin fëmijët e tyre, subhanallahu. E njohin Muhammedin në libër aq sa ka qenë përshkruar, siç njohin fëmijët e tyre. Dhe priste të shifte. Kush është ky që po vjen? Kishin një gjuhë shumë. Imagjino, dikush e kishte besu pa e pa me zi priste ta shifte profetin alayhi salatu selam, ndërsa dikush tjetër kishte dalë nga Kureshtja, siç kishte dalë Abdullah ibn Selam. Thot me ta pa, thot, sa e pash ftyrën e Muhammed Mustafa alayhi salatu selam. Pasha Allahun, thot, e kuptova se një ftyrë e tillë nuk është ftyrë gënjeshtare. Allahu ekber. Sa e pash, thot, në ftyrë, thot, nuk ishte ftyrë gënjeshtare, nuk ishte ftyrë prej mashtruesit. A ka mundësi që njeriu të ketë tregusur ftyrën e tij për atë që bën? Vallai, është ligji i Allahut Xheleshanu, në përgjithësi Zoti jep në hije nga ajo që bën njeriu, përgjithësi. Prandaj do të shohësh ata të cilët e kanë Zotin me shpirt dhe i falen Allahut Xheleshanu shumë.
edhe mundohen të jenë njerëz të mirë, ju shkëlqen fytyra, vallahi, nur, i fal Allahu nur. I fal Allahu xhaleshanu nur në fytyrë dhe në pamjen e tyre, të kujtojnë mirësinë sapo i shef. Men tala qiyamuhu bil layli hasuna wajhuhu bin nahar. Ai i cili falet gjatë natën, ja rregullon edhe ja zbukuron Zoti fytyrën ditën, subhanallahu. Kan paston përpara. E kështu vijnë gjërat. Edhe me të ardhë, thot profeti alayhi salatu wasalam, fjala parë që tha i dërguari i Allahut, kush ishte? E Yuhannas, o njerëz, fjala parë, gjithë prisnin çfarë do thot profeti alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është edhe hutbja jon sot, fjala parë që tha kur shkojnë në Medinë, ishte përmbledhse për gjithë fen, për atë që neve bëjmë. Ishte një fjali, konkluzion i fesë, subhanallah. Esenca e fesë. Ja e Yuhannas, o ju njerëz, efshu selam, shpërndani selamin, përhapni selamin, wa at'imu ta'am, jepni ushqim për ata që kanë nevojë, wa silu l'arham, gjithashtu lidhni farefisin, lëruni lidhet farefisnore, wa sallu bil lejli wa nasu niyam, faluni natën ndërkohë që njerëzit flen, tadkhulul jannati biselam, që juve të futeni në xhennet me paqe prej Allahu xhaleshanu. 4 porosi të cilat i përmblodhi profeti alayhi salatu wasallam dhe do të ndalem shumë pak ke gjithë secila prej tyre. E para fare shpërndani selamin, përhapni selamin. Çfarë do të thotë kur ti thosh tjetrit selamu aleikum, paqja e Allahut qoftë me ty? Do të thotë që ti vlla dhe ti motër je i qetë prej meje, je i sigurt prej meje, nuk të vjen as domi as e keqja. A ka mundësi që ta përhapim të mirën, a ka mundësi ta rezatojmë të mirën tek tjerët? Si ka mundësi ti thosh tjetrit selamu aleikum dhe t'ja kesh me hile, t'ja kesh me të fut me Zotin na ruaj? Si ka mundësi ti thosh tjetrit selamu aleikum, ndërkohë do me mashtru? Ti thosh tjetrit selamu aleikum e ka hongër në peshë, e ke vjedh në biznes. Ti thosh tjetrit selamu aleikum dhe e urren shpirtet e në zemër. Kur ti thosh tjetrit selamu aleikum, siç thot Muhammed Mustafa alayhi salatu wasallam, shpërndaje selamin. Shpërndaje ashtu siç i ka hije, dhe siç e ka me hak me u shpërnda selamin. Jepi siguri tjerëve, mundohu të jesh njëri i qetë dhe të japësh qetësi. Jo me bë zullum, jo me bë trazira, jo me bë përçarje, jo me çut keqen ke tjerët. Vallahi. Shpërndani selamin, pra shpërndani paqen. Jeni të paqshëm. Mirë, në të gjithë punët e juaja mos i hyni në hak kujt, mos i kujtoni të tjerëve të keqen, por t'i kujtoni të mirën, nëse juve ju shohin, nëse juve kanë të bëjnë me ju, të ndjehen mirë shpirtërisht. Jepni ushqim atyre që kanë mundësi, pra bujaria që duhet kemi me tjerë, atyre që s'kanë mundësi, pra bujaria që duhet kemi me tjerët. Mirësia që duhet kemi ndaj krijesave të Allahut xhaleshanu. Jo, në vend se me dhon ushqim kesh menin me i morë tjerve dhe me i përvetësu gjonat e tjerve, me pa drejt, Allahu na ruaj. A ka mundësi të jemi njerëz të mirë, siç na thot feja, ashtu siç duhet. Lidhni farefisin. Mundohuni të jeni njerëz që e lidhni farefisin. Po mirë o hoxh, nga i herë farefisin na bëhen neve armiq, na bëhen njerëzit më të urryer me kuptimin që neve ças po na bëjnë për prona, për gjëra, ore ças po shpifin, ças po bëjnë. Ti mos bëj diçka që ti hysh në hak atyre, dhe ti mos i lesh kas që të ndahesh, pastaj nëse tjerët duan më nda, ti nuk e ç'bën se kaq ke dorë, po ti mos jep shkas që tjerët të ndahen. Ti mos bëj atë që njerëzit largohen dhe njerëzit të presin lidhjet farefisnore. A ka mundësi ta lesh derën hap? Edhe nëse dikush të ka hyrë në hak, për hatër të Allahu xhaleshanu, nëse do me ardh, nëse do mu afru, ose nëse jepi shenjë, po edhe ti shkosti patjetër. Sepse Allahu xhaleshanu lidhjet farefisnore i don shumë mirë. Dhe janë shumë të rëndësishme o vëllezër. Për gjëra të vogla, jo i herë që nuk duhet kurr, po edhe gjëra për gjëra më të mëdha, duhet më usqaru, duhet më mundu, domethënë që mos lesh tek. Aq sa është e mundur, ti e zaurosh të gjitha mundësitë. Pastaj thot faluni, thot natën kur njerëzit janë gjumë. Çfarë kuptimi ka kjo? Pra në momentin që Allahu xhaleshanu natën e ka bërë për qetësim. Dhe gjithë secili mbas aktivitetit ditës është duke u qetësu, sepse trupi do qetësi, do të marri veten e vetë dhe të ripërtëri energjitë për dalë nesër prapë në aktivitet. Dikush nga njerëzit edhe nga robët e Allahut e lën qetësinë e trupit, sepse don që të gjejë kënaqësinë dhe qetësinë e shpirtit. Prish qetësinë e trupit ti,
sepse don që të gjej kënaqësinë dhe qetësinë e shpirtit të tij, do më u fal Allahu xhaleshanu, më u lidh me Zotin në këtë orë të natës, pra sepse e shijon shumë adhurimin e Allahu xhaleshanu. Dhe kjo prevalon mbi qetësinë e trupit, subhanallahu. E kur ta kesh fal namazin e natës, detyrimet e dytës duhet jenë bërë patjetër. Se nuk ka kuptim me fal namaz natë edhe kënej pastaj, si thot, i thon profetit alayhi salatu selam, ishte një motor muslimane e cila agjeronte nafile shumë dhe falej natën shumë, por sa ajo i fuste siklet fqinjit. Tha profeti alayhi salatu selam, përmendëm në hutbën e kaluar, ajo do të jetë në zjarr, subhanallahu. Ma kur të shkosh namazin e natës, ajo të jetë maja e mirësisë dhe adhurimit. Jo nga ana tjetër bloz edhe po bë sikur po falesh natën kot, pa lidhje. Nuk është pa lidhje, pa tjetër, po ne themi që kur të arrish namaz natë, pa tjetër që duhet kesh maru esencën e fesë dhe parimet e fesë, subhanallah. E kështu thot profeti alayhi salatu wasalam, do të hyni në xhenet me paqe edhe me mirësi, do fitoni xhenetin e kësaj dynjaje dhe xhenetin kur do dalin para Allahu xhaleshanuhu për jetësi. E lut Zotin të na falit, na mëshiroj, amin. 4 porosi që na i dha neve profeti alayhi salatu wasalam. Po të shikoni o vëllezërit e mi, ai që ka mend e shikon se prej të 4-tave 3 prej tyre janë raport me njerëzit, vetëm 1 është raport me Allahun. Kështu është edhe feja jonë. Ai i cili thotë ju jam mashallah, jam besimtari më i mirë dhe nga ana tjetër çalon me dynjan, nuk është besimtari i mirë. Se 3/4 fesë që neve na e përmblodhi profeti alayhi salatu wasalam ka marrëdhënie me njerëzit, marrëdhënie ndërnjerëzore. Ai i cili thotë dua Allahun me shpirt, patjetër që duhet i dojë edhe krijesat e Allahut, për hatër të Allahut, dhe duhet i rri korrekt dhe duhet i rri mirë ashtu siç duhet edhe krijesave të Allahut xhaleshanuhu. 3 me njerëzit dhe 1 me Allahun e ka bë profeti alayhi salatu wasalam dhe e ka përkufizuar fen, subhanallah. Prandaj do të shohësh në tekstet fetare se kur njeriu del para Allahut xhaleshanuhu në ditën e gjykimit, mbase hakun që ka me Allahun, Zoti ja fal, ja bën zero. E ketë falme, ndërsa hakun e robit nuk e falë Allahu xhaleshanuhu kur, derisa gjithë secili të marrë hakun ose të ta bëjë halal vetë, nëse ta bëj dikush halal në ditën e gjykimit, pra që më shumë të gjithë secili prej nesh ka nevojë për sevape edhe për shpërblime, subhanallah. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që neve të na japi kuptim të qartë feston. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që neve na i zbusi zemrat edhe shpirtat dhe të na shtoj dashurinë për njëri tjetrin, për gjithë secilin për krijesave të Allahut xhaleshanuhu. E lut Zotin që neve të na bëjë njerëz të mirë dhe të devotshëm. E lut Allahun xhaleshanuhu që neve na i pranoj lutjet tona, pendimin tonë dhe të na falë, të na mëshirojë këtë xhumat begat. O Allah, ty të lutem, ja Allah, na largon nga e keqja dhe nga mëkati, ja Allah. Largoh zemrën tonë dhe mendjen tonë dhe shpirtin tonë, ja Allah. Na inspiro vepra të mira o Zot dhe na ngren e gradët tek njerëzit e tu dashur, ja Allah. Na fal neve mirësinë e kësaj jete dhe mirësinë e ditës që do të dalim përpara teje, ja Allah, dhe xhenetet e begata. Amin. Amin.